Zoti Koprnska, unë po e prish rrjedhën e kësaj, sepse ti po flet shkodranisht. Domethënë përpara unë kam një skrapali, dhe jo skrapali të lehtë, po nipin e atij ka hedhur firmën më të rëndësishme në historinë e skraparit, pra një nga 40 frymtarët e pavarësisht dhe më vjen aq bukur, aq mirë, kënaqe kur e shikoj atje në Muzeun e Vlorës, atje e kanë vënë në dysheme firmën e Xhelal Bey Koprnca, dhe ti flet shkodranisht tani. Po e prish shumë këtë rrjedhë, se po ma bit si mund të flit, se ti mund të flisje si skrapalik shumë. Unë edhe mund të ndroj gjë. Jo, pse flet me sleng shkodran? Po sepse unë qysh 12 vjeç shkova në Shkodër dhe jetova, po, kam jetu 35 vjet. Po pse vajte në Shkodër? Pse, përse u persekutova, qysh 3 vjeç. Do t'i kthehemi edhe një herë. Po kështu ditë flasë si në skrapari? Skrapari nosha, jo, po Korçaqe edhe flasë. Po jo Korçaqe, qa Korçaqe? Ti e skrapali? Pa ti, po se... Do vemi në Gostënsko? Pa tjetër, mo, pa tjetër. Me vërteto? Po, do ta ulemi e ta puthim ato ka shu si kur e putha para... Ja, do të pyes për atë. Tani, ai pati kontribut edhe mbas shpalljes pavarësisë, se kur zgjon senatori ishte me vot unanime, është dokumentuar kjo, asnjë vot kundër për Xhelal Koprnskan. Pati kontribut, madje ai mori pjesë edhe në kongresin e Durrësit dhe u zgjodh edhe delegat në kongresin e Lushnjës. Por 44 vjeç ishte, e 3 muaj e 3 ditë. Më 21 tetor 1919, Xhelal Bey Koprnska u ekzekutua, u vra në qafën e martës në një prit. Ç'a ndodhi? Po, me sa di unë, ky ishte në krye të 35 burrave, sepse u dha lajmi që me ikin e francezëve nga Korça, kufiri Korça dhe kufiri grek midis Greqisë dhe Shqipërisë u rrezikua. Dhe u thirr Xhelal Beu dhe që të vinte në mbrojtje të këtyre... Me trupat e tij? Me trupat e tij dhe ishte në krye të 1500 vetëve. 1500 vetë, i kishte të mobilizuar? Të mobilizuar. Të armatosur? Skarpali, po. Gjithë Skarpali? Po. 1500? 1500 vetë. Dhe ka qenë pak? Po. Ky tash ndodheshte me një grup 30 vetësh. Dhe në Dëllinj ose te ajo qafe martirit, qafe martës, po që unë isha para 3-4 vitesh, po. Aty ky me një të shtën të vetme e qëllon edhe e vret gjyshin tim Xhelal Beun dhe këta e morën pasaj e shunte dhe fshati të Motrës. Ky iku. Shkoj në Selanik. Ky u strehun Greqi. U strehun në Selanik. Syria Guri. Po qa lidhje kishte me... Unë nuk e di të kemi në lidhje me të, por kur kanë qenë xhaxha im ose xhaxhesha ime që është Tezja Mamas, ata më thanë që këta kanë marrë hakun. Dhe me morën hakun dhe në 1922 ikën nga Koprnca dhe kemi shku në Bullgares, aty ku kemi edhe tokat sot. Një sekund, do më thënë, si e morën hakun, se kuptova këtë? Morën hakun gjyshit, ja mori xhaxha im, Sami Koprnca. Sami Koprnca, e ka arrestuar, e ka kapur atë, çfarë? Jo. Morën hakun. Unë di që janë pajtuar si gjaq. Jo. Nuk janë pajtuar? Jo, nuk janë pajtuar. Shumë kanë thënë që morëm hakun dhe ikëm. Tashi fjalët... Në bas kësaj ngjarje, ai u varros, trupi i u varros në Gostënsk. Jo në Koprnsk, po në Gostënsk. Kishte të motrën atje dhe kishte lidhje shpirtënore me të motrën. Se ka kuptuar asnjëherë. Po. Ai ishte lindur, ai ishte Koprnska dhe nuk e varrosën në... Po, e quan të motrë, kishte motrën, kishin këta, baba jem, haxhat e mi kishin... Tani, arsye vrasjes, për çfarë ishte? Një arsye ta thonë dhe me kësi kur kanë pas ky gjyshi imi ka vra dajen, ati ka fut njërsi me vra dajen. Por unë të kam bërë dhe një koment dhe them që gjyshi im me sa kam të dini unë nuk ka qenë një kriminel
që me shku me vra njerës. Por, a ishte në luft me Esat Pash Toptanin, ishte në luft me Grekët, dhe strehimi këti prej Shqipnia, dhe shkoj gjeti strehim në Greqi, kjo t'jep të kuptojmë se Greku në atë kohë i lufton të patriotet shqiptarë. Ka mundësi që Grekët ta kenë vendosur dhe ta kenë vrarë, ose Esat Pasha, sepse gjatë vitin 1918 dhe në fillimet e vitit 1919, Xhelal Beu bëri një kundërshtim për shkumin e Esat Pashës në Konferencën e Paqes. Po, në Paris, dhe mblodhi burrat e Skarpari dhe bën një peticion. Kundër Esat Pashës? Kundër për 100 vjet. Atëherë kjo është arsye. Dhe Sami Koprenska, po në Skarpar, po në vitet i biri, Xhaxha ime dhe i biri Xhelal Beu Koprenskës, organizoi një... Sa vjeç ishe Samiu në atë kohë? Samiu mund të ishe... Që shumiri? Jo, ishe 1898, 20 vjet ishe. Se Samiu mori pjesë në luftën e Vlorës, në 1920. Po, edhe, do më thënë, i urdhruar nga Jati, a i bëri një proklamat, bëri një dubim shumë të madhë, prej mira në Çorovot, në kundërshtim me Esat Pashën. Këto fakte, dhe mbrojtja dhe insistimi i gjyshit tim, edhe lufta që bëri kundër antarëve grek, masi ishin greke ose dhe Esat Pasha. Këta akuzohet mrapa për dy gjëra. E para që ai, do më thënë, kishte se më shkoj me iku nga mandja të shi. E ti jeton në Amerika dhe në i fjale mund të harrosh. Po, jo me kisha në mandje. Okej, e ka përzem. Në këto momente, në bazë vrasjes së ti, ju thatë që jemi larguar komplet, si u larguan gjithë familja? Po, 1922. Pse? Po, për hirë se duket edhe morën hakun edhe vendosën të largohet dhe vendosën Bulgaret. Se kuptoj këtë që morën hakun, si e morën hakun? Po, me sa di unë, Syria Guri nuk u këthyë. A i nuk u këthyë? Jo, edhe ata pasaj kishin rrethu shpinë e ti, me sa kam një gjuar unë, edhe nuk e di direkt prej Xhaxhait tim, po prej njerëzve, edhe dojgjën shpinë me gjithë që kishte mënë, me babën, nanë, ja dojgjën, edhe me që u futën si në armitësi, vendosën u këthynë. Ikën nga Skarpari? Në 1922. Dhe ku vendosën? Në Bulgares të Korçës. Aty kam edhe tokat dhe unë sot. Sa larg janë nga Koprenska në Bulgares? Se di, po. Ne bëm gati 2 ore sa me dalë aty me shku në shtyllë. Jo, do të them kur... Pastaj... Ale unë jetë sot një 3 orë... Deri në 1924, përfundim të luftës dytë botërore, si trajtoi figura e Xhelal Bey Koprenskës? Nuk e kam në ide për atë, po di që Xhaxha ima Sami Koprenska mori pjesë në luftën e Vlorës, ishte deputet i Fanolit, ishte me Fanolin, ishte Fanolis kundra me Zogut? Kundra me Zogut, ka qenë perfekt në Pogrades 1926. Do thënë Sami Koprenska, djali i Xhelal Bey Koprenskës, dhe vllai Ali Koprenskës, dhe Xhaxhai i Abdyl Koprenskës që kam këtu. Dhe ikën, po në Bulgares, sa qëndruan? Po qëndruan gjithë jetë deri në 24 dhe jetonin dhe në Korçë. Po pasaj si ikën të Shkodër? Po, Xhaxhai u internua dhe nga Ahmet Zogu në vend të Otene, u internua... Itali? Po, edhe nga italianë. Kur erdhin pasaj, ta jetonin në Korçë në një shtëpi, unë kam qenë fëmijë i vogël dhe shkonja sa herë, se ne, masi iku baba im edhe ne në Korçë vajtëm të tezë. Dhe nga Tirana vajtëm të Korçë? Po, në Korçë, sepse ne në nëzorën jashtë dhe ne i morën gjithë klashe. Tani, të qëtërën për këtu, Xhelal Bey Koprenska, sa fëmijë kishte? 4. 4 djemë dhe 2 vajza. Dhe 2 vajza. Një nga ta ishte dhe baba juaj. Familja pasaj, si e vazhdoi jetën? Ta ishin bashkë, ishin atje në Bulgares, pasaj unë danë. Baba imi ku jashtë që studioj në Bologna. Po? Pa ju këthyë pasaj? Po, kam pas Xhaxha në Syria Koprenska që më vonë jetoj në Tiranë. Një Xhaxha marem Koprenska ju vra gjatë një aksidentin në ure këlqyrës, kurse baba im vajti në
në Itali, studioj në Bologna. Luftën e dytë botërore, kë mbështetën Koprënska, familja juaj Koprënska? Luftën e dytë botërore, baba im ka qenë me bazën kombëtare, po mas 24-ës. Pas ka qenë me anën e gabuar? Po, për mu s'ka kënë anë gabuar. Po pse me kë ka qenë? Po pse me këtë ishe. Komunistët luftuan? Po komunistët luftuan me ballisa, se nuk luftuan me Gjerman dhe Mada. Britanikët kështu thonë? Që Britanikët ndihmuan komunizmin për të ardhur në fuqi, ndihmuan Kjo është teoria juaj. Komunistët ndihmuan Titën për të ardhur në fuqi dhe ndihmuan edhe komunistat shqiptar, që i furnizuan me Napoleon. Si thoni ju në Amerikë so complicated kjo çështje. Nuk është complicated, po është shumë e qartë. Tani komunistat luftuan me ballisat bashkë. Kjo ishte fatkeqësia. Pati familja juaj një personazh të spikatur gjatë luftës së botërore? Në rezistencë, për rezistencë flasë. Xhaxha im, Syria Koprënska, ka qenë me partizanët në Sadiun. Me partizanët? Po. Dhe njeri me partizanët, tjetri me balistët? Po. Kjo ishe Shqipëria. Me Sadiun. Po? Kurse Xhaxha im, Samiu, ja, nuk u përzije. Por, në 45-ën bëri një memorandum kundër Partisë Komuniste. Kush? Xhaxha im, Samiu. Sami Koprënska, po? I jati Gjelalit dhe atë pasaj... Djali Gjelalit? I jati i biri Gjelalit... Jo, mos e ngatrojmë atë, mos e se i zë makina njëzë për në gjë. Do djali Gjelal Beg Koprënskës. Djali Gjelal Beg, i madhi, i lindur i 1898. Dhe qëfar bëri ai? Bëri një memorandum kundërit Partisë Komuniste dhe ata e dënuan me varje. Me varje? Po që ndodhi? E lanë me 15 vjetë burg. Burg, i bëri? I bëri në Borel. I bëri. Po ju pasaj sikët të Shkodër? Po, unë ishim të ndarë, se ne jetonim në Tiranë. Ju jetonim në Tiranë? Po, po si ikët pasaj në Shkodër? Po, ne ikëm në nëndzorën jashtë, me 6 shtator 26-ës, në rrugën e Fortuzit, që jetonim, erdhen partizan, morën plashkat, por baba im ka pas Luan Qafsezin, djallë Hallet, i cili hyri garant për të ikur baba im në Itali, se mori raport si së mor, dhe iku me aeroplanin e fundit. A i në lajmëroj me telefon ne që ikni se po vinë partizanët me ju marë, dhe ne shkum në Korç, të tezja ime, të e ama Angel Hysen Begasit, që e takova pak për para, dhe aty jetuam një vjetë. Mirë po... Ju cilës ditëlindje jeni vitin? Unë kam lindur në Romë me 16 mars 1924. 24? 23, 16 mars 1924. Një vjetë pra se të përfundon dhe lufta? Po, një vjetë, kur kam ba një vjetë e kam ba në rrugë Fortuzit. Rrugë Fortuzit? Po, e kam bërë një vjetë. Po dhe nga Korça pasaj? Nga Korça u detyruam pasaj, vajtëm në Durrës, se ikëm se komunizmi ishte shumë i rrezikshëm e nuk mund të qëndronim atje, vajtëm në Durrës dhe mama ime u martua pasaj dhe i shoqi saj ishte shkodran. Si u martua mama juaj? U rimartu me... E pëse u divorcua? Po, u divorcua me baben. E u divorcua me babajnë, me Aliu? Po. U divorcua? Po, dhe u martu me Met Karajan, i cili është... Me kë? Met Karaja, po është my stepfather, si ti thu, Njerku. Njerku, stepfather, po. Edhe prej aty pasaj nadzorën dhe prej Pallatit Shiakut 1955. Po divorci lidhe me aspekte politike, apo ishin çështje personale? Mama ime? Po? Po iku marë baba ime, Ku iku baba ime? Baba im iku me aeroplanin e fundit shkojnë në Romë. Iku në Itali? Po, aty kishim edhe shpinë. Si qikën gjithë ata? Po, jo, a iku ndryshe, se baba im... Se iku në shpinë e vetë? No, baba im se nuk ta thashtë. Po? Se haro, baba im dha një kontribut për lëvizjen nacional shqiptare. Pa e pa se mund të pyeta? Pa pyete, po mund... Po, po ju bejleret keni të zë makina me këto lidhjet e familjes të tuaj, po? Edhe... A i shpëtoj shumë partizan nga Gjermanë. Po si shpëtoj, qa pozitë kishte? Se futeshe brenda kishe Po jo, qa pozitë kishte? Ishte doktor, ishte mjek. Duke qenë si doktor? Po, ishte mjek. Edhe i jepte raportat. Ali Koprënska? Po, edhe i nxirë të jashtë. E ke edhe te libri Gjelar Staraveskës, që e ka shkruar. Tani më kujtohet. Tani, baba juaj e braktisi familjen, po themi, e rëndë është kjo fjalë, po e braktisi dhe ikur në Romë?
iku në Rom sepse po ta shpjegoj. Sa fëmila? Sa ishit ju? Vetëm mua më la. Vetëm ty? Po ta shpjegoj arsyen. Po? Kur hyn partizanet, masi shpëtoj shumë prej tyne, edhe qa bën, ta e morën dhe e futën në burg. Aliu? Po, e futën në Borel, edhe ka kënë një qeli me nipin Abbas Kupin, me Hamit Kupin, për një muaj. Pas andaj në zorën jashtë. Atër i matë nëroj mëndin dhe vendosi që të kthejet për sërin në Itali, edhe aty kishim dhe shpinë, dhe mama ime kishte pajën e vetë, edhe apartamentin e tane kishin të në. E mama në la, që kishim mama jo të ty? Jo, e kishim në Italinë, nëse erdhëm në Shqipëri sa për të kalu. Po ngellet këtu, ju ngellet këtu? Unë me maman. Ngellet këtu? Në Durrës? Jo, në Tiran, rrugën e Fortuzë. Tani, babaja ti Ali kryoj familje të reja ti? Jo. Nuk kryoj familje? Deri sa ndroj jetë? Derisa ndroj jetë. Kur kanë ndruar jetë? Në New York, Nassau County, në Woodbury Road. Okej. Ju, ti dhe mamaja pasaj, çfarë ndodhi? Shkuat në Shkodër? Apo u martuan? U martuan Durrës. Me Met Kraja? Me Met Kraja, po. Çfarë ishte Met Kraja? Met Kraja ishte punonte në import-eksport magazinjer në atë kohë. Po? Mirë po, i vllai ti u arratis Hysen Kraja, iku shkojnë në Jugoslavi dhe ata hoqën në puna. Tani Met Kraja është pjesë e familjes madhe Kraja të njohur në Shkodër? Po, ata janë dy, po familje madhe, tregtarë ka qenë të shpronsuar. Dhe nga aty ju shkojnë në Shkodër? Prej aty, masi në nxorën jashtë, pas një rrobë, pas një gjë, erdhëm këtu në Tiranë, nuk gjetëm Derman edhe shkum Shkodër. Edhe ajo... Po pse Shkodër? Po pse vetë... Mama ishe nga Shkodër? Pse, jo mama ime ishte... Burri, më falë, burri, po. Për Shkodër. Dhe sa fëmijë bënd të tjerë bënd të Kishin dy djemë të tjerë. Njëri vdiq 5 vjeç e gjys, e tjetër është gjallë edhe është në Arizona sot. Sa vjeç është ai? Ai është 17 i bëni para një muajt e gjys. Do sa ju? Unë bëra 82 para 2 muajsh. Shekullovsh. Faleminderit, bashkë me ju. Dhe vajtja ju e në Shkodër, pasaj kru rritët, ku shu të gojë për e të parë? Vajtja ime në Shkodër, me të thanë drejten, edhe ja kam thanë shumë ku jo vetëm juve, është njësoj sigur kam shku prej Ameriket prej Shqipënijet në Amerikë. Wow! Sepse unë për Amerikën kam anëru qysh në Barknans, edhe kam qenë fëmijë vogël, e shkosha në porto me mujt me hyp në janije me ik. Qysh moshën 6 vjeqe, 7 vjeqe. Po se dosha papën shumë. A duhet t'i kete babaj? Të mungon dhe babaj? Pa tjetër. E dhimshme, shumë e dhimshme. Je rritur pa dëshurin e babajt. Të kuptoj. Dhe si ishte pasaj jeta në Shkodër, ishte më lehtë se sa po t'ishtë skrapar? Krejsisht, ishte pa mundër. Skarparin e kam andru të një dhe po kam pas frikë me shku. Sepse, po me gjithse, qdo skrapari që kam taku, jam da me dur në qafë, ata më kanë njoftur, unë si kam njoftë, për ata së më janë da kur. Kudo që i kam pa, në për plazhe, në për rrugë, në për gjykata. Do të pyes për skraparin, po tani, ju kishit një lidhje tjetër, sepse xhaxhai juaj, Sami Koprenska, kishte një djalë me emrin Xhelal Koprenska, që kishte ngjallur, si i themi ne nga skrapari, për ndër të emrit të Xhelal Beut. Tani, ai ishte një figurë që mund të quhet një nga simbolet e rezistencës ndaj komunizmit. Ju ashtu është vërtet është. Ju kishit lidhje me Xhelalin, kam pas shumë lidhje. Kontakt. Po, sepse edhe ata u vendosën në Shkodër. Edhe ata po pse u vendosën në Shkodër? U vendosën në Shkodër për arsye se vajza xhaxhai im Sami Koprenska u vendos prap masi ikëm ne, u vendos prap te tezja ime Rasika Hysen Begasi, sepse xhaxhesha ime është edhe tezja mamas. Dhe kur them unë të zë makina me këto të ju bejlerve, këto historitë bejlerve. Do më thanë, ata u strehuan të xhaxhesha ime, u strehu të mbesa ime të Rasika Hysen Bega, që është ama... Çfarë i thoshte xhaxha juaj Sami Koprenska, nënës tuaj, si quhet nëna? Muvehide. Muvehide, çfarë i thoshte për Aliun që iku dhe ju la? Ai nuk, ai përfundoi në burg dhe pastaj mrapa ata nuk kanë komunikuar sepse xhaxhai imi ishte i revoltuar për martesën e nanës time, por
Po, është ja thotë. Nuk ishim burgesh. Jo vetëm ajo, po ne nuk ishim as i mshteti, nuk ishim ku të... Po pra, të bënde jetën saj pra, kur them jetën për ty. Maman time kam turke me origjinë dhe gjinin e kishte në Janin. Se mama jote është turke? Po, se gjyshen e kam delvinjote nga kokatet e delvinës. Jemi pak nga të rumë. Tani, jo më zuri makina, po tani po më dhëm barku tani. Barku me dhëm drejtën. Edhe s'kishte gjiniku me... Tani më trego pak se do të rikthemi dhe njerë figurës së Xhelal Koprënskës i riu. Po. Ti e ke njohur personalisht? Personalisht, kam jetu me te. Çuni Xhaxhajt? Çuni Xhaxhajt edhe Çuni Tezës Nëns. E po, Trim, ha? Po. Trim ishte nga Skrapari? Po. Pikërisht për atë arsye dhe i rritur në veri. Dhe i rritur në Shkodër? Po. Qishte ai Xhelal që patë përdimi dhe shkruante letër Enver Hoxhës se ti thoshe ti armik? Po, ai ishte shumë impulsiv, ishte shumë i zgjuar. Ka qenë Skrapali 24 karat. Edhe herën e parë ishte shumë popullor, kur e njoh unë, se unë kam një diferencë prej 11 vjeç prej ti, sa ishte i datlindjes i 1900. A ishe inxhinier? Jo, punonte mjesht të ujnash. Kishte mbaru gjimnazin në atë kohë, kur kemi shkuar në Shkodër. Po, ata kanë shkuar në Shkodër para se xhaxha im kishte edhe një vajzë, Lili Koprënska, e cila pastaj vajtin në Shkodër, ishte e smur, vajtin në Shkodër, në sanatorium Shkodër, dhe aty u martua me të vllane e njerkut tim. Morën po të njëjtë familje. Këtu mu që peni fare këtu, po te Xhelali më thoi disa fjalë se do të vë dhe një fotografi aty shumë interesante. Dhe Xhelali pse ishte antikomunist? Po, ishte antikomunist sepse sigurisht që në ai përfundoi në Fier, mamani ja futën në burg, xhaxheshën time e futën në burg, Nurfeza Koprënskën, dhe nga torturat i thyen dhe dhëmet një kapteri kishte rënë me shkel. Jo, Nurfezas. Temës? Nënës ti. Po, temës. Edhe ajo ishte në burg, edhe xhaxhai në burg, edhe ai përfundoi në Fier, kurse kur shurira ime e parë Lilia, përfundoi ishte në sanatoriumin e Korçës. Dhe mbasi kaloi periudhë. Visar Gjiti më ka thënë. Po. Sa vajta në Spaç, gjëna parë që më treguan historinë e një patrioti tim, se dhe ai ka një histori të trisht nga Koprënska, Xhelal Koprënska. I thanë, Xhelal Koprënska, në emër të popullit je arrestuar. Në emër të armiqve të popullit tha po më arrestoni. Po, ashtu është e vërtet. Ka kënë dhe një memçe, i ka për fjalë arit, atë e dënun 10 vjetë. Po faktikisht... Qatrimi? Po dhe kur e kanë pushkatuar, nuk kanë një gjumë me ju lidhë sytë, edhe kjo është, unë e di me emra se kështë, për nuk duhet ta them tu, tha, posh komunizmi rrëf Shqipnia, në momentin para ekzekutit. Para se të ekzekutit. Okej, tani kemi këto fotot që ta koncentrojme edhe njerë. Lutëm regjia, fotot, një nga një, foto e parë duhet jetë po. Kjo është Xhelal Beu. Kinga qënë, që qa mustaqe që. Po kështu si gjus turk në gjanë, se kështu ishte atërë. Po edhe shkollën Turqie. Shkollën Turqie në Istanbul, ati ishte rritur, karrierë ishte bërë në ushtrinë turke, me gjithë atë kështu i pashëm. Kur dëgjove për të parë për gjyshin tënë që kështë firmosur pavarësinë? Vonë shumë, nuk e kam ditë kur kam bërë biografi që kam bërë shkollë, nuk e kam vu. Në cili vit, më thuaj, në cili vit mësove që gjyshi jytë kështë firmosur proklamatën pavarësisë? Me thënë drejten, mas i ka marrë në Amerikë. Qa thua, më? Po. Pas 1990 ti ke marrë vesh që Xhelal Beu Koprënska gjyshi jytë ka firmos pavarësinë? Po, më shë më shef, nuk më kanë thënë. S'ta ka thënë askush? Ja. Edhe unë biografinë që kam bërë që në përshkollë, se kam kënë një institut, kam marru matematikë, fizikë, një inxhenieri kam kënë se kam vu. Ti ke marru inxhenieri këtu? Inxhenieri në Shkodër, kam bërë 3 vjetë, më kanë përjashtuar. 3 vjetë instituti? Pse? Po, për punë të biografisë. Vetëm për biografi? Po. Se mos ka bërë një qapë këllë? Ja, absolutisht. Jam rrujt unë ashtu. Jam rrujt se unë të kisha hynë burg ma përpara. Po, King, më pëlqen shumë, më pëlqen portreti këti. Foto tjetër. Ja, do të qojmë sepse për gjitha ta dhe do të tregoj. Ja, kjo këtu. Ja, kjo është. Xhelal Koprënska. Ajo s'është firma, ajo është vetë tim. Faleminderit. Të hedhësh firmën në një të tillë dhe të lësh amanet një adhe, një shtet, nuk ka akt më të lartë për një njeri. Ka që ka bërë ai, e ka lënë gjurmën e vet.
Ismail Qemali aty poshtë, jo, Ismail Qemali, më falë, Ismail Qemali është me gërma më të prit, do më thënë, ja, Ismail Qemali Shqipari ati lartë, majtas lartë atje. Majtas, ja, në të majtë atje. Dhe Xhelal Koprënska po. Foto e tjetër? Tani ja zoom këtu me këtë foto. Tani, ti more vesh ai që hedhur firmën apo pe këtë dhe pastaj pe atë? Ja, më thanë njerëzit. Si të thanë? Më thanë njerëzit që gjyshi jotë ka kënë atë proklamate. Po, njëva i farë krenarijet... Një farë, jam unë krenar, unë them të bërtas jam krenar që Xhelal Koprënska ka firmon së vëtit, një farë, qa farë, mo? Po si të erdi kështu që e këshin zhdukur nga historie? Po, me erdi keq, erdhe ndjeva, kemi qëndruar të requr, kemi qëndruar të shtypur, për çdo ditë shifin nga mrapa, mos na vinë sigurimit, shpesh na kanë dhënë agjentat e sigurimit. Mua dhe Xhelalin, veç edhe Xhelalin veç, edhe më kanë kërkuar edhe letër mjaftimi në rrugën, tu kanë djalë 16 vjeç, 17 vjeç, 18 vjeç. Tani, pse e kanë bërë Xhelalit këtë? Po, unë mendoj pëse dhe këtë desha, ta them dhe ky ka pasur disa toka, të cilat i ka trashëguar nga jati Talib Bey Koprënsës, a i kishe një pjesë të Skarparit, kishe edhe në Berat ka pjesë, unë i kam ato, janë të gjitha ato trashëgimnit që ka pa... Po kishe toka pa pasaj, Bey ishte, do kishte toka pa pasaj? Po, lufta e klasave nuk e ka pëlqyer, gjithmonë ta Beler i kanë urryer, por, po ta kapish faktikisht, ta Beler, ky ka marrë në Turqi, ka pas një farë shkolle, ka pas një farë kulture, një bujk me pluk, nuk mund të mendoj se si ta shpëtoj Shqipninë. Këta që kanë pas lapsin dorë, që kanë pas shkollën dorë, që kanë pas pasunin, cilën e kanë vu për arsimimin e shqiptarve, edhe për të mirën e shqiptarë, ta kanë mundësi, ta kanë investuar. E donte Shqipërinë kur nuk ishe Shqipëri, zoti Koprënska. Xhelal Bey Koprënska e donte Shqipërinë kur nuk ishe fare Shqipëria. Ai ishte akti më madhor i një njeriu. Ju tha që kishit pronën skrapar, ore se mos do me marrë skraparin tjerë. Ja, marrë. A pra, se ka në njeri thot na erdi këy nga Amerika do me marrë skraparin. Asim njëra se kam ato mendim, më ne unë s'jam vetëm, janë edhe stërnipat e ti, janë... Okej, se kjo ishe për shaka. Foto tjetër? Tani kjo është vrasja. Tani, ja i aty, që i ka zënë përsi, kjo është skice, unë duhet ta përshëndes, Gjeq Diko, piktori i njohur Gjeq Diko, që ka bërë një skic mbështetur mbi rrëfime, se sigurisht ajo nuk ka saktësi 100%, por paka shumë Xhelal Beu në krye të një grupimi të armatosur 30 veta, 30 veta, në qafën e Martës. Dhe ai në pabesi e ka qelluar me një tek plum. Me një tek plum. Ska qenë si sniperist. Po kjo është e vetmja pamje, imazh i vrasjes së Xhelal Bey Koprënskës më 21 tetor 1919. Dhe ai ishte zgjedhur dhe delegati i Kongresit Lushës. Për Skarparin. Dhe nuk shkoi dot. Nuk arriti. Po është në liber, aty e ke delegati i Skarparit, Xhelal Koprënska, Xhelal Bey Koprënska. Xhelal Koprënska është dekoruar mbas vdekjes me urdhrin flamuri kombëtar për aktin e shpalljes pavarësisë nga presidenti Bamir Topi 100 vjetorin. Duhet përshëndetur edhe zonja Josefina Topalli që ka bërë një pritje. Po, i ka dhënë kushërirës time të parë, Lili Koprënskës. I ka dhënë medaljen. Po si se mori ti? Unë kam qenë në Amerikë, edhe m'ka lajmëru njeri fare dhe s'kam ditë gjatë. Po ti mbas të vjetës se more veshët gjyshit kishë firmos. Kur më thonë njeri që ku të di unë. Foto tjetër. Kjo është guri, po. Tani, ky është guri monumental që është vënë në vendin ku është vrarë Xhelal Bey Koprënska në qafën e Martës. Këtu është ose ajo proni dëllinjës diçka kështu. Po, ajo është Dora Heraldës. Po, Dora Heralda. Se Heralda bazën duhet ta... Edhe emri i saj është aty poshtë Heralda bazë. Ka dhe të tjerë, Gjergj... Jo, Gjergj s'ka gjë emrin vetë. Heralda baza, 10 korrik, 2023. Heralda një Edi Durham shqiptare. Do të thonë nëse Edi Durham erdhi nga Anglia dhe shëtisten për Shqipëri, Heralda një shqiptare, një skrapallesh 24 karat,
udhëton në çdo cep të Shqipërisë, vishet me ato kostumet dhe mua më habit. Po bravo e madhe për Eraldin që ka bërë këtë. Ajo dha një kontribut shumë të madhe, e falenderoj shumë. E kam falenderuar dhe ta kam treguar dhe atë falenderoj. Tani, ky shkëm, ky cop shkëm, ku është marrë? Këtë e ka përpunuar një skraparli dhe e kanë vendosur. Eralda unë se majmë men e ka emrin. Da frasë Eralda në studio. E ka emrin, kanë qenë 4 vetë. Dhe është marrë nga një shkëm aty afër? Ka marrë është një punoj zguri në skrapar që punon të gurët. Se kjo është shumë e madhe, masiv i madhe. Po ja kanë me skavator, shumë me vinç. Me vinç. Foto tjetër? Këtu është vendi. Po. Ajo e i shtegu që e kanë qëlluar. Po. Gjelal Kopranska. Ati në qafën e martës, se këtu është fix. Po, foto tjetër? Ja, edhe një pamje tjetër e vendit, ku kalon atje. Në faktikisht kena kalon një si pyll, po kjo mund të jetë vite përpara. Jo, kjo vite përpara është, po atje pyllon, se që do ketë atje. Atje ka qenë një shteg për të kaluar në zonën e Korçës. Po, ashtu ishte, shteg, kaq ishte. Po gjelbërimi është kështu. Po, palere ishte një manhi. Kishe vajtë asnjë, tani do të pyes. Foto tjetër? Tani prit këtu. Ti kishe qenë njërë në Kopransk? Jo, hera pa. Asnjëherë, kur vajte? Me 27 majtë 2025, për herë parë. Do të thënë 80 sa vjeç? 2 vjeç. 82 vjeç vajte për herë parë në Kopransk? Në Kopransk nuk arritëm, po shkuam skrapar. Po Kopransk se ajo zona aty. Dhe vajte te vendi ku është vrarë gjyshi yt. Po, me 29 maj 2025, që kombinon direkt me ditën e ekzekutimit të Gjelal Kopranskës, me 29 maj të 1979. Ti, skrapali 24 karat, i rritur në Shkodër, vajte në Skraparçan, ndjeve në një gjë? Pa tjetër që si snjeve, po gjithmonë kam andru për skraparin, po kam pasur frikë të shkoj. Dhe e kam djerë vetën krenar që jam skrapari. Frikë nga skrapali? Po si. Pse? Po dërë 90-ën kishin frikë në... 90-ën? Po dërë 90-ën. Të shkrini komunistë? Po pastaj ika në Amerikë. Edhe nuk erdha dërë 2008-ën. Pastaj... Nuk erdhe dërë 2008-ën? Po i herë hodha tregur, thash nuk vi ma, thash këtu. Nuk vi ma? E urreve vëndin tënë? Jo, nuk e urreva. Kur e dhkure ke pasë urrër të këni? Ja, urrër, se kam urrër. Ani gjyshi ytë ka firmon se pavarësirore, kuptot që në galën? Po, pada kam pasur kaq një ecuri, kaq të keqe, por shqyqyr që kemi jetuar në Shkodër. Për shqyqyr që kemi jetuar në Shkodër. Përse po titurin Skrapar? Ja, po a do t'isha gjallë sot, nuk do t'isha gjallë. Edhe ke? Ja. Ma ja, se Skrapalin sa për. Asi nuk ka vuajtur në Skrapar nga këta të përlikur të politikë. Po sheti, nëse, po komunismi ka qenë shumë i theksuar. Kishim frikë të vinim, me të thënde. Nuk kam shku në Korçë. Në 2008 kam shku në Korçë. Kam marrë prej aeroportit e kam shku në Korçë. Kishim frikë. Po tani ke frikë? Ja, të shi, jo. Po Gradec kam shku për çdo vjet, në Korçë nuk kam shku. Tani, kishe bërë në i veprim në një gjë kur më rritën Skrapar për pse, vajte për herë parë. Po ju fala Perëndis dhe i falenderova që më dha mundësinë të vinë Skrapar dhe rash në gjunjë dhe putha të tokë të bekuar ku të partë mi luftuan dhe dhanë kokën e tyre për lirinë e Skraparit dhe të gjithë Shqipërisë dhe për një Shqipëri të madhe. Më emocionove me këtë, do të ti shkove në Skrapar, 82 vjeç, ule në gjunjë, puthe tokën dhe ju lutë Perëndis të bekonte atë popull dhe atë vend. Pa tjetër. Shumë. Dhe jetoj gjithmonë me Shqipërinë edhe me Skraparin ku do që t'jem. Dhe pse jam në Amerikë, jam penduar për atë veprim që kam bërë që do iki s'do kthehem. Je penduar për atë, që odha ata gurët? Po. Edhe pasaj ka pas rase ka ardhur dhe nga 2 herë në vit, por... Që të bën emigracioni? Me qëndroj, me sho qëndroj jetë, mbeta 3 vjetë pa ardhur. Qëndroj jetë bashkërti, voj? Po, para Gushëllime. 2 vjetë bëhen të shjelë ja 2 muaj. Gushëllime. Falenderit. Tani, në gur shkruhet, këtu më, se kuptojnë, në 21 tetor 1919, u vra pa besi, ka dhe orën atje. Se ka rënë ajo, kam vë një incisivë, jo, sështë ue, është një incisivë që kanë vë me një të plakën, a e duket nga të si ka shkri dhe ka raja. U vra pa besisht në kryet të detyrës. Po, në kryet të detyrës është. Firmtari i pavarësisë së Shqipërisë, Gjelal Bej Kopranska.
Me mirënjohje Eralda Baze. Eralda, 10 korrik 2023. Ka një mirënjohje Eralda për atë që është bërë, domethënë për gurin e madh aty masivin në Shkëmbor, po edhe një mirënjohje për Eraldën. Unë potha atë gur dhe e kam larë me lot, por ata aisho po. E ke Bashkim Musa Belliu në gëzim. Musa Belliu ka qenë prezent në atë moment. Edhe lava me lot atë gur. Para me 29 maj 2025. Në 20... Si të pritën atje? Jo, shumë mirë. Skrapalin, si të pritën? Po, më pritën jashtëzakonisht mirë. Hamet i knaqër. Edhe me dolir. Po, më përqafuan, më dhanë, pysin, kush është... Po ti ishe nipi i Beut, nuk të thanë njeri që nga ka pirë gjakun Beut? Ja, jam takuar me kryetarin e bashkisë, im ka pritur në njërë të jashtëzakonishme. Një mrekullueshëm. Po, më ka pritur. Të ka pritur? Po, si. Bravo, Adriatik Lema. Bravo, Tiko. Dhe ka në një këshu për të vënë emrin një institucioni, një shtatore, një diçka, ka në një nisë, se Eralda është iniciatore këse. Fola me zotin kryetarin e bashkisë, e cilën e falenderoj për interesimin, me gjithse ta kanë bërë një 4 kërkesa për të nxjerrë nga... Tani për gjitha ta që nuk e din, Xhelal Beko Prënska nuk ka varë, ose më saktë nuk dihet. Mendohet që në një grup varësh në Gostënsk, aty mendohet që janë dhe eshtrat e tij, por nuk dihet se kush janë. Tani, Eralda më tha që duhet bërë analiza ADN-s, marrë inde nga kockat, nga mbetet atje, por edhe nga ju që jeni pasarsi. Patjetër, e kam pranuar, po kjo varet nga kryetari i bashkisë. Këta kanë bërë një avokatin që unë se mbaj mend, ka bërë 4 kërkesa dhe më tha që janë bërë 4 kërkesa. Fatkeqësisht, unë bisedova, fatkeqësisht, domethënë në moment nuk e përcaktova për nxjerrjen e eshtrave me kryetarin e bashkisë, po momentalisht e kisha mendjen te monumenti, e kisha mendjen te vendi ngjarjes. Duket edhe s'kam... Jo, tani, të lutem... Dhe nuk e përcaktova herë që do bëhet me eshtrat e këtij njeriu. Nderuar, kjo nuk është gjë lokale. Unë them që këtu do ta bëj qeveria, jo bashkia. Bashkia nuk i ka fuqit. Po, kujti drejtor... Ja, moj, bëjmë thirrje këtu qeverisë. Po, mja. Kryeministrit Rama, ministrisë, cila ministri mund ta ashtu këtu? Ministria e Mbrojtjes ose Ministria e Kulturës? Këto dy, unë se di. Që ekziston mundësia që eshtrat e një prej firmtarëve të pavarësisë me një analizë ADN me zotrin që është nipi i tij dhe në një grup varresh atje, të gjenden dhe të varroset siç i takon me nder. Dhe këtë gjë, unë bëj një thirrje nga ky emision, duke patur prezencë edhe nipin e Xhelal Beko Prënsk, që kjo të realizohet, sepse është madhështore dhe zoti Rama për tilla gjëra serioz. Ti mund mos jesh fare me Ramën, po për këtë, se a i ka sjellësh, a eshtat e Qermbej Vlorës, a i solli. Mitat Frashit, a i solli. Po. Zoti Rama, bë edhe këtë, se Xhelal Beu ka hedhur një firmë të rëndë. Jo vetëm që ka hedhur firmë, po dhe ka luftuar mrapa për ato. Sigurisht, po, firma ishte, thash, vetë tim. Po, foto tjetër? Tani, unë këtë foto, dija që është vetëm a i në mes, Xhelal Koprënska i riu. Nipi Xhelal Beut. Nipi Xhelal, po. Unë nuk e dija që ai në cep atij ishe ti. Po, unë. Paske ken Kingmer në Shkodranët. Po, Shkodranëse. Ndërsa në skrapar do thoshin po ti që nga Alamet Burrio, o Avdyl, hajde pino një godraki. Patjetër. Kështu do thoshin skrapalin. Tani, më trego pak, këtu jeni në Tiranë. Në Tiranë. Ja, ministrit. Po. Ministrit, po? Ky është Gëzim Qela. Kush? I dyti? Ky mos me jetë. Po, i dyti, duke qeshur. Po, që ky ka qenë në përburgje, heroi i burgjeve, ka qenë pjesë edhe në revoltën e Spaqit, po shpëtoi gjallë. Edhe ka vdekur para një i vjetit, një 90 e sa vjet. Xhelali? Po, Xhelali, ky është shoku jem më i ngushtë, do të thush, Aqif Plaku.